Mortaja ruminanteve në qarkun Shkodër ka prekur dhe një fermë tjetër me dele në fshatin Mali Gjymtit të njësisë Dajq. Përgjithësi i shërbimit veterinar në Shkodër Mark Preqi bëri me dijes janë evidentuar 2 ferma të prekura me rreth 110 krerë bakti të imta, të cilat do t'i nënshtrohen proces të asgjësimit. Para disa ditësh pa dyshimin një fermë në Malin e Gjymtit, një fermë timtash me dele me rreth 80 krerë, dhe mas kërkimeve laboratorike u konfirmu se kemi të bëjmë me smundjen e mortajës ruminantëve të vegjël. Duke pas parasysh faktin që kjo smundje ka prekur edhe vitin e kaluar lektorinë e imt, është momenti të cilën vëmendje se është një smundje shumë dëmprurse, me fuqi të madhe përhapse dhe ngurtëshmëria kafshë mund të shkojë deri në 100% të krerëve të tufës. Aktualisht sot kemi përveç fermës, fermës në rastin e parë, ka qenë një fermë ngjitur me ta, që edhe është konfirmuar pozitiv. Por fshati Mali Gjymtit është një fshat që nuk ka ngarkesë lektorale, e gjithë fshati ka vetëm 4 ferma me bakti të imta. Kështu që unë nuk shoh ndonjë rrezik që të përhapet smundja. Natyrisht, kjo bëhet e mundur vetëm edhe faktit nëse fermerët do të zbatojnë të gjitha urdhrat ose të gjitha masat veterinare që parashikohen. Janë domethënë 2 ferma me rreth 110 krerë që parashikojmë të eliminojmë sot. Se një nga masat për të penguar përhapjen e smundjes është vetëm eliminimi i kafshëve në fermën e konstatuar pozitiv, ose që është konfirmuar me laborator. Ndërkohë tregu i kafshëve të imta është i bllokuar dhe nuk do lejohet lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në fermë dhe në tregje. Tregu i kafshëve të imta momentalisht është i bllokuar sipas urdhrit ministrit, pra nuk do të lejohet tregtimi i kafshëve të imta, nuk lejohet lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në fermë, nga ferma në kullot, pra domethënë fermerët këshillohen që kafshët e imta të kullosin në zona që nuk shkelen nga bakti të tjera. Lejohet vetëm lëvizja e kafshëve të imta të kontrolluar nga shoqërorët veterinar vetëm nga fermat tërtore. Natyrisht pajisur me certifikat veterinare përkatëse që dëshmon gjendjen shtetësore të tyre. Fermerët që kanë matrikulluar bakti do të përfitojnë nga skema dëmshpërblimit sipas legjislacionit në fuqi. Natyrisht në fjalë shteti, domethënë ministria ka përfshirë në planin e zhdëmtimit, por edhe zhdëmtimi është i lidhur edhe me faktin që nëse fermerët nuk do të jenë korrekt përsa i përket matrikullimit dhe zbatimit të masave të parashikuar nga urdhri 530 i ministrit, atëherë domethënë ekziston rreziqi të mos të shpërblehen. Prandaj unë i ftoj fermerët, siç edhe vitin e kaluar, që të bashkëpunojnë me veterinarët, me se ne mbulojmë totalisht qarkun me veterinarë dhe të bashkëpunojnë për zbatimin e këtyre masave të parashikuara. Nëse ne zbatojmë gjitha masat e parashikuara, nuk ka ndonjë rrezik që për smundje të përhapet. Sipas shërbimit veterinar, ende nuk është bërë mundet përcaktohet origjina e infeksionit.